Deri në tetor të vitit 2025, dogana ka mbledhur rreth 425 milion euro akciza, që përfaqësojnë realizimin prej 73.9% të planit vjetor. Kjo është gati 10 pikë përqindja më pak nga se duhej të ishte arkëtuar për këtë periudhë. Përndryshe, sipas planit të Ministrisë së Financave për vitin 2025, duhet të grumbullohen gjithsej 575 milion euro. Që të arrihet plani, të 2 muajt e fundit duhet të arkëtohen edhe 150 milion euro. Nëse vazhdon dinamika aktuale mujore, është e mundur që në fund të vitit të mungojnë rreth 50 milion euro në këtë kategori. Дали ќе стигнеме 100% наплатата по акциза која е детерминирана од Министерството за финансии, не знам, тоа ќе го видиме на крајот, дека имаме уште 2 месеци, имаме за калкулација и ќе излеземе со конечна бројка на 31.12, односно наредната година. Затоа не би сакал сега да шпекулирам. Ndryshe nga dogana thonë se dërgesat me vlerë në 22 euro, të cilat qytetarët i porosisin përmes internetit, tashmë i nënshtrohen detyrimeve doganore gjatë importit. Ata sqarojnë se pagesa bëhet në momentin e zhdoganimit, sipas rregulloreve që vlejnë në ditën e importit. Se procesi është transparent dhe operatorët ekonomik janë njoftuar me kohë që të mos ketë vonesa. Masa është në përputhje me rregullat e Bashkimit Evropian dhe synon trajtim të drejt të tregtisë vendase. Не очекуваме намалување. Анализите покажуваат дека од драстични намалувања не се очекуваат, а наплата у буџет да се зголеми. Ndryshe, ndryshimet në ligjin për TVSH me të cilat hiqet përjashtimi për dërgesa deri në 22 euro, u votua më 18 nëntor të vitit 2025 dhe hyn në fuqi 8 ditë pas publikimit në gazetën zyrtare.